Një konflikt i gëndshëm me 5 turistë turq ndodhur në një lokal në zonën e plazhit në Golem ka përfunduar me arrestimin e 2 personave për procedimin penal të 2 të tjerëve. Të gjithë punonjësit e subjektit ku ndodhi ngjarja, sipas policisë, pas marrjes së njoftimit për konfliktin, shërbimet e stacionit të policisë plazh ndërhyrën në vendngjarje e nisën veprime për ndifikimin e personave të përfshirë në përfundim të veprimeve hetimore. U arrestuan në flagrancë shtesi DK 33 vjeç, menaxheri i hapësirës së plazhit, GEQ 37 vjeç, punonjës i subjektit, të 2 banues së Durrës. Ata akuzohen për vepra penale, plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim e prishje e qetësisë publike, pasi dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobta kanë goditur me sele të forta 2 pushues turq. Ndërkohë, prokuria nisi procedimin penal në gjendje të lirë ndaj ISH-s 48 vjeç banakier e TD 49 vjeç punonjës sigurie në të njëjtin subjekt. Sipas policisë, ata dyshohen se kanë goditur e kanosur 3 shtetasak tjerë turq, duke akuzuar për veprat penale, plagosje rreth me dashje kryer në bashkëpunim e kanosja. Materialet procedurale janë referuar prokurisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet e mëtejshme.